Kësaj kamere nuk i shpëton asgjë. E vendosur në uniformën e policit, ajo regjistron çdo moment, bisedën, reagimin si dhe sjelljen e qytetarit që ndalet nga zyrtarët policor për shkak se gjatë kalimit të rrugës përdor telefon apo dëgjuese në të dy veshët, gjë që tashmë është në kundërshtim me ndryshimet e reja ligjore. Në këto pamje shihet një nga patrullat e policisë rrugore në Shkup që po ndalon qytetarët për t'i paralajmëruar për ndryshimet e reja ligjore për sigurinë e qarkullimit rrugor. Kushdo që gjatë kalimit të vijave të bardha përdor telefon, dëgjon muzikë me kufje në të dyja veshët apo thjesht bën scroll nëpër rrjetet sociale, tani më konsiderohet shkelës i ligjit. Siç mund të shihet prapa meje, një nga këmbësorët tashmë po merr vërejtje me shkrim nga ana e zyrtarëve policor. Për momentin nuk ka gjoba. Policia thot se për një muaj deri në njoftimin e radhës do t'jepen vetëm vërejtje me shkrim, me qëllim që qytetarët të njihen dhe të ndërgjegjësohen me rregullat e reja dhe të ndryshojnë sjelljet në kohë. Në teren, gjatë xhirimeve tona, disa qytetarë u ndaluan dhe morën paralajmërime verbale dhe me shkrim, por prezenca e policëve në rrugë e bëri të veten. Qytetarë të shumtë që tashmë kanë bërë zakon të ecurit me telefonet dorë apo dëgjueset në vesh, shiheshin teksa i hiqnin shpejt e shpejt nga duart ose nga koka në momentin që shihnin zyrtarët policor në teren. Rregullat e reja hynë në fuqi më datë 26 të këtij muaji dhe përfshin të gjithë këmbësorët, drejtuesit e biçikletave, motocikletave dhe trotinetëve elektrik, të cilët do të gjobiten me 40 euro nëse gjatë kalimit të rrugës ose korsisë së biçikletave përdorin dëgjuese në të dy veshat, telefona, tableta apo pajisje të ngjashme elektronike. Nëse pagesa e gjobës bëhet brenda 8 ditësh, atëherë qytetarët lirohen nga gjysma e gjobës dhe do të paguajnë vetëm 20 euro.